إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut dhe strehim tek Ai kundrejt liksive të gjunaheve tona dhe kundrejt shpirtit tonë të prirë për të keqen, nefsit tonë. Atë që Allahu i lartësuar e udhëzon në rrugën e drejtë, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta çon në humbje. Ndërsa atë që lën në humbje dhe devijim, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta udhëzon në rrugën e drejtë. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përveç Allahut të vetmit të paortak, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij dhe ula të gjithë pejgamberëve. Allahu i lartësuar na thirr në Kur'an duke na thënë: "O ju që keni besuar, vazhdoni të bindeni Allahut me devotshmëri, duke i respektuar urdhrat e Tij dhe duke u përmbajtur nga ndalesat e Tij, dhe mos t'ia lejoni vetvetes me vdekje ndryshe përveç se duke qenë musliman, të nënshtruar dhe të bindur ndaj Tij." Vllazë ndoshta Allahu i lartësuar na porosit që t'ja kemi frikën Atij, që ta luftojmë nefsin tonë, që ta kundërshtojmë shpirtin tonë të prirë për të keqe, i cili e parapelqen rahatin, e parapelqen që mos t'i bindet Allahut të lartësuar, por t'i dorëzohet thirrjeve të epsheve dhe thirrjeve të shejtanit të mallkuar. Dhe ne si besimtar jemi në një betejë që nuk dihet a do ta fitojmë deri në momentin e fundit, se si na përmbyllet jeta jonë. Andaj kërkohet nga ne që ta luftojmë veten tonë, ta luftojmë unin, nefsin tonë, dhe të mos i dorëzohemi dëshirave të Tij. Allahu i lartësuar na thot: "Walladhina jahadu fina", ata të cilët luftojnë për neve në rrugën tonë, bëjnë përpjekje, përpiqen dhe orvatën pa rreshtur, "Lanahdiyannahum subulana", do t'ja lehtësojmë rrugën tonë, do t'i udhëzojmë nga rruga jonë. "Wa inna Allaha lama'al muhsinin", dhe Allahu i lartësuar është me vepërmirët, me bamirësit, ata të cilët i përsosin veprat dhe adhurojnë Allahun i lartësuar sikurse më kon duke e pa. Allahu i lartësuar na nxit dhe na tregon se çështja jonë, çfarë kërkohet nga nesh, është të bëjmë përpjekje. Të bëjmë përpjekje në adhurimin e Allahut të lartësuar, të bëjmë përpjekje të nënshtrohemi Allahut të lartësuar, ta luftojmë nefsin tonë sa herë që na thirr të mos i bindemi Allahut të lartësuar, ta kundërshtojmë. Nefsi e parapelqen gjumin dhe ti e kundërshton dhe ngritesh me fal namazin e sabahut. Nefsi, shpirti joni prirë për të keqe, e parapelqen dhe e dëshiron kooperacinë dhe e don shumë pasunin, dhe ti e lufton këtë nefs dhe e edukon që duhesh me nda një pjesë të pasunisë dhe mi dhanë në rrugë të Allahut dhe në të gjitha fushat e jetës. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "El mujahidu man jahada nafsahu fillah", luftetar është ai me plot kuptimin e fjalës i cili fillimisht e lufton veten e tij. Pra e lufton shpirtin e tij, e ka një shpirt vetmohues, nuk i bindet epsheve, nuk i bindet dembelis, rehatis, mirë po e lufton veten e tij, mënyrë që Allah i lartësuar t'ja lehtësoj rrugën e udhëzimit, mënyrë që të jetë prej atyre të cilët Allah i lartësuar po thotë që është me vepërmirët, mënyrë që të jetë nga el muhsinin. Fillimisht duhet ta kemi parasysh vllazën të dashur që veprat shpërblehen në bazë të vështirësive në të cilat gjenden, dhe në bazë të sabrit të cilin ti e tregon në ato vepra, aq edhe më i madh është shpërblimi. E besimtari fillimisht që duhet ta luftoj veten e tij, ta kundërshtoj nefsin e tij, është në çështjen e besimit. Në çështjen e besimit, dhe kjo është çështja e parë me të cilën fillon
çështja e betejës dhe çështja e kundërshtimit të nefsit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada. Fatuba lil-ghuraba. Islami ka filluar si një çështje e huaj, si një çështje e huaj në mesin e njerëzve në të cilën kanë jetuar në atë kohë. Wa sayudu ghariban kama bada. Dhe do të vjen një kohë kur Islami, pra feja islame, do të jetë një çështje sikurse e huaj, sikurse gurbetçari në mesin e njerëzve ndjehet i huaj, edhe feja islame do të jetë e huaj në fundin e kohës. Fatuba lil-ghuraba, e myshde për këta të huaj, të cilët e kapin fenë islame dhe nuk e lëshojnë, e kapin me dhëmballët e tyre sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk lëshojnë pa në zbatimin e tij. Këtyre ju takon përgëzimi, këtyre ju takon si hariçi dhe myshdja të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka premtuar. Çfarë kërkohet nga këta? Nga këta kërkohet që ta kapin fejen e tyre me përkushtim dhe të mos lëshojnë pa në farze dhe as në nafile dhe as në pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po qëndrojnë larg gjunaheve, qëndrojnë larg bidateve dhe qëndrojnë larg mëkateve të mëdha, qofshin ato të mëdha apo të vogla. Fillimisht, çfarë kërkohet në çështjen e besimit, në kundërshtimin e nefsit ton, është që hoxhallarët dhe mësuesit duhet të shtojnë ligjëratat e tyre në çështjen e akides, në çështjen e njoftimit të njerëzve për Allahun e lartësuar. T'ja shpjegojnë njerëzve doktrinën e pastër, në të cilën e ka besu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e kanë besu sahabët. T'ja sqarojnë dhe t'ja tregojnë se kush është Allahu i lartësuar përmes emrave të tij të bukur dhe cilësive të tij të larta, me të gjitha kategoritë e tauhidit, dhe pastaj t'ja tregojnë çështjet e shirkut dhe idhujtarisë, t'ja tërheqin vërejtjen që mos të bijnë në shirk, nga se kush bjen në shirk, atij i shkatërrohen veprat. Prandaj besimtari fillimisht para adhurimit të Allahut të lartësuar duhet ta mësoj fejen e tij. Dhe kjo është një thirrje për të gjithë hoxhallarët, përfshir veten, që t'i shtojmë ligjëratat në lëmin e akidës, nga se në kohën kur luftohet Islami më së shumti, shtohen thirrjet që të braktiset Islami, të përqafohen besimet e kota dhe të devijuara. Në këtë kohë më së shumti duhet të këmbgulim në sqarimin e besimit ton të pastër, ashtu qysh ja ka shpallur Allahu i lartësuar pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, dhe atë besim e kanë përqafuar sahabët, pastaj e kanë pasuar tabeinët dhe na ka ardhur i pastër dhe i ruajtur deri në kohën e sotme. E thirrja tjetër në çështjen e akidës, thirrja parë ishte për mësuesit dhe hoxhallarët, thirrja dytë është për xhamatin. Për të gjithë ju, duhet ta luftoni veten e juaj, duhet ta luftoni nefsin, epshet dhe dëshirat të cilat anojnë nga dembelia dhe kënaqësia dhe rahatia, të merrni pjesë në tubimet e dijes, të merrni pjesë në derse, nga se ti nuk e din se cili ders do të bëhet sebeb që ti ta njohësh Allahun e lartësuar, të nxitesh, të pendohesh tek Allahu i lartësuar, të shtohet devotshmëria ndaj Allahut të lartësuar, dhe nuk e din ti me cilin ders do ta fitosh xhenetin e do të shtosh nga zjarri i xhenemit. Përderisa të gjithë ne nuk e kemi të garantuar që kemi pështu nga zjarri i xhenemit, atëherë asnjëri prej nesh nuk duhet të heqim dorë nga marrja pjesë në tubimet e dijes, e në veçanti ato derse në të cilat shpjegohet besimi i pastër në Allahun e lartësuar dhe tërhiqet vërejtja nga shirku dhe nga idhujtaria. Ky është çështja e parë në të cilën njeriu duhet ta luftojë veten e tij. Dhe po tregoj shumë sinqerisht që në momentin kur ti e bën jetë me shkuën e ders, çatëherë kanë me të gjithë njerëzit më të thirr, çatëherë kanë me të lyp takime në çat kohë, nga se çatëherë e din shejtani se ti mund ta përfitosh shpërblime madhështore dhe do ta fitosh xhenetin dhe do të shtosh nga zjarri i xhenemit. Çatëherë ti gjon të gjitha angazhimet që mi kry. Nuk patë mundësi mi kry për gjatë tërë ditës, vetëm se në ato momente kur mbahej dersi. E atëherë varet nga ti sa e lufton nefsin, sa i dorëzohesh dëshirave të nefsit dhe shejtanit, apo e lufton dhe shkon merr pjesë në derset dhe kovendimet në të cilat mësohet shpallja e Allahut të lartësuar. E nëse nuk ke mundësi të marrësh pjesë, së paku mos e privo veten në rrugtimet që i bën me veturën tënde, të dëgjosh ligjërata përgjatë rrugës, të dëgjosh ligjërata të dobishme në mësimin e besimit. Pastaj, çështja e dytë në të cilën duhet ta luftosh veten dhe ta kundërshtosh shpirtin tënd, që është i prirur nga rahatia dhe dëfrimi dhe qëndrimi në ndaja të kota,
është ta luftosh në adhurimin Allahut të lartësuar. Ta luftosh nefsin që t'i bindet Allahut të lartësuar, që ta adhurosh Allahun e lartësuar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil haraj kal hijratu ilayhi. Ta adhurosh Allahun e lartësuar në kohë të trazirave, në kohë të sprovave, në kohë të fitneve, është sikur të bësh hijret tek unë. Përgëzim madhështor, shpërblim madhështor. Para mendo, kur njerëzit janë të preokupuar me lajme, poshtë e përpjet, me analiza, me filon luftën, me filon politiken, ti preokupohesh me adhurimin të ndaj Allahut të lartësuar. Nuk heq dorë nga wirdi të cilin e ki të caktuar të lexosh nga pjesa e Kuranit, një gjuz, gjysmë gjuzi, 2 gjuza apo edhe më shumë. Nuk heq dorë nga dhikri mëngjesit dhe i mbrëmjes, nuk heq dorë nga dhikri pas namazit, merr pjesë në faljen e namazit me xhamat. Këto janë ato adhurime çfarë kërkohet. E kur ti i bën këto adhurime, kur njerëzit janë të preokupuar me analiza politike dhe me analiza të luftave, me gjëra të ndryshme që ndodhin në botë, atëherë myshde për këtë përgëzim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili po thot: "El-ibadatu fil haraj wal fitna kal hijratu ilayya." Ibadeti, adhurimet, pa në kohë të trazirave, të luftrave dhe të fitneve, është sikur të bësh hijret për tek unë. Pastaj çështja tjetër, çfarë duhet ta luftosh nefsin dhe ti mos i dorëzohesh kënaqësive dhe rahatisë që e kërkon me mishë me shpirt. Çështja e parë në ibadet është namazi. E në namaz, çështja kryesore, para se më fol për nafilet, në radhën e parë vije farzi. Nëse akoma nuk i ke rregullu farzet, atë çfarë po pret? Deri kur do me janis, deri kur do me prit? Allah i lartësuar shkot afatizon, ka dhënë jetë, ka begatu dhe vazhdon me të begatu me të mirat e tij, të panumërta. Dhe ti nuk gjen kohë që mi fal 5 kohë të namazit. Çfarë do t'i thuash Allahut të lartësuar nëse të vjen e xheli dhe Allah i lartësuar ta merr shpirtin në këtë gjendje? Çfarë mund t'i thuash? Ndërkohë që të gjitha begatit i ki prej ti. Dhe a mund t'i thuash që nuk kom pas kohë, jam kon i angazhuar? Wallahi ti e din që kjo deklarat nuk është e vërtetë. Që s'ki pas kohë, s'ki pas mundësi. Allah i lartësuar po na tregon se ai që përpiqet lanahdiyanna subulana. E jo ti është më përpjek, milon alarmin, me bo përpjekje, mi thon dikuj me thirr, me gjet ku. Çështjet e jetës mi organizu në bazë të namazit, e jo namazin në bazë të jetës. Takimet i lën pas namazit, jo në kohë të namazit. Punën e lën para namazit ose pas namazit, jo mune bash në kohë të namazit. Dhe kështu e rregullon dhe organizon jetën tënde. Prioriteti kryesor duhet jetë namazi. Pastaj çfarë vijnë të tjera? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin qudsi që transmeton që Zoti ka thënë: "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi." Nuk afrohet tek unë robi im me diçka më të dashur për mua se sa me atë që ja kam obligu. E obligimi ki 5 kohë të namazit. Pastaj ata të cilët janë namazli, duhet të luftosh nefsin dhe të kesh ambicie të larta, të mos mjaftohesh vetëm me kryerjen e farzeve, po farzet ti radhosh me nafile. E në kryerjen e nafileve janë nafilet e ditës që quhen ndryshe sunetet e rregullta, 12 rekate, 2 të sabahit, e 4 para farzit të drekës, e 2 pas farzit të drekës, e 2 pas farzit të akşamit dhe 2 pas farzit të yatsis. Këto bëjnë 12. Kush i fal rregullisht, Allah i lartësuar ja ndërton një shtëpi në xhenet me garancionin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pas këtyre namazeve nafile, besimtari lakmon edhe më shumë. Lakmon dhe i ngrit ambicet edhe më lart. Nuk mjaftohet vetëm me namaz të ditës, po ngritet dhe e lën shtratin e nxehtë dhe falet natën. Thot Allahu i lartësuar: "Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfikun." Këta robër të devotshëm me ambicie të larta që lakmojnë xhenetin Firdaus, i lëjnë shtratat e tyre dhe ngriten që ta adhurojnë Allahun i lartësuar duke fal namaz të natës me frikë dhe me shpresë tek Allahu i lartësuar dhe ndajnë nga ajo çfarë ju kemi dhënë nga pasunia për në rrugën e Allahut. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Askush nuk e di se çfarë shpërblimi i ka premtuar Allahu i lartësuar dhe ju ka përgatitur këtyre si kënaqësi të syve të tyre për atë çfarë kanë vepruar në jetën e kësaj bote. Kur është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se cili namaz është më i miri, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Salatul layl", namazi i natës. E përmimëri gradat e larta që mu falën në pjesën e tretë të natës, që tashmë
kaloi një muaj nga Ramazani kur e falnim namazin e natës. Bëja pyetje vetes, për gjatë një muaji e një jave, tash në muajin Dhul-Qa'de, a ke falë në namaz natë apo do të milon deri në Ramazanin tjetër? Këtë pyetje bëja vetes dhe përgjigje jepja vetes, po ashtu. Kërkush nuk kërkon që t'i japësh llogari. Mirë po, ai që e synon xhenetin duhet të punoj për të. E namazi i natës duhet të ushtrohet. Duhet të bëj përpjekje për mimri. E fillon me një herë mas jacies, pastaj pushon me një herë mas jacies dhe ngritesh në pjesën e natës në kohë të syfyrit e kështu me radhë. Pastaj çfarë duhet ta luftosh nefsin dhe egon tënde është që ta falendrosh vazhdimisht Allahun e lartësuar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "At-ta'imu ash-shakiru bi manzilati as-sa'im as-sabir." Hadith madhështor. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ai që ushqehet me ushqim, han ushqim dhe e falendron Allahun e lartësuar, është mirënjohës ndaj Allahut të lartësuar. E nis me bismillah dhe falendron Allahun e lartësuar në fund të ushqimit, është në gradën e agjëruesit i cili duron në rrugën e Allahut. Hadith madhështor dhe premtim shumë i madh. Qysh mi marr këtë shpërblim? Sa herë të hanë dhe të pinë, mi falendrua Allahun e lartësuar. Kështu e lufton nefsin tënd me ibadet, e lufton nefsin tënd që ti bindesh Allahut të lartësuar me namaz dhe jo vetëm me farze, po edhe me nafile dhe e falendron Allahun pas çdo begatie të cilën e gëzon. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Allah në falenderojmë, selamet dhe salavat e qofshin për me të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam për një ngjarje që do të ndodhë në ditën e gjykimit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam: "Al-mukthirina hum laqalluna yawm al-qiyamah." Të pasurit, ata të cilët kanë shumë, do të kenë pak në ditën e Kiametit. Do të kenë pak për në ditën e Kiametit. E kuptimi i këtij hadithi ndonë se është shumë i rrezikshëm në kuptim të parë. Ndoshta mund të doket shumë i frikshëm, mirë po duhet të kuptohet drejt. Ai i cili ka shumë pasuri në jetën e kësaj bote, në ditën e gjykimit do të jetë prej të paktëve. Çka është fjala për të paktëve? Do të ketë pak vepra e do të ketë shumë gjunahe. Pse? Nga se ai i cili ka shumë pasuri, mirë po nuk kujdeset për kufit e Allahut të lartësuar, nuk e falendron Allahun e lartësuar për begatit që ja ka dhënë, nuk ndan nga pasuria e tij për në rrugt të Allahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam por ja tërheq vërejtjen dhe po i thot që të ketë kujdes, mirë po të furnizohet me veprat e mira, kujdeset për të varfrit, kujdeset për nevojtarët, të ndan nga pasuria të cilën Allahu i lartësuar ja ka dhënë për në rrugt të Allahut, në mënyrë që të mos jetë pe atyre të paktëve, pra që kanë pak vepra të mira, e kanë shumë vepra të këqija në ditën e Kiametit. Ndërkohë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që të kuptohet drejt ky hadith, duhet të shikohet edhe hadithi tjetër. Thot pejgamberi: "Ni'mal mal as-salih lir-rajuli as-salih." Sa pasuni e mirë, sa pasuni e begat, është ajo pasuni kur është në dorën e muslimanit të devotshëm, kur është në dorën e njeriu të devotshëm që ja ka frikë Allahun, që shpenzon haptazi dhe fshehtazi, që shpendon djathtas e majtas për para mrapa, kujdeset që pasuria e tij të shkojnë në vendin e duhur. Kjo pasuri, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e lavdon, thot sa pasuri e mirë që është kjo në dorën e njeriu të devotshëm. Andaj besimtari, të cilën Allah i lartësuar e ka gëzuar me pasuri dhe e ka begatuar me atë pasuri, duhet fillimisht ta falënderojë Allahun e lartësuar, të jetë modest dhe i përulur dhe ta di që e ka prej Allahut dhe jo prej përpjekjeve të tij, apo që ai e ka merituar. Mirë po, fillim e fund e ka prej Allahut të lartësuar, duhet të jetë i kujdesshëm që ta ndajë zakatin me përpikmëri, të jep edhe nafile sadak e kështu me radhë të ndajë nga pasuria e tij. Pastaj nga ajo çfarë duhet ta luftojmë nefsin ton, ta luftojmë shpirtin ton, është që ta përmbajmë zemrimin. Ta përmbajmë zemrimin dhe ta frenojmë atë, nga se përgëzimi, përshpërblimin e atij i cili e mban zemrimin e tij, e përbin dhe e frenon dhe nuk e qet dhe nuk shpërthen me nervoz, është shumë i madh. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men kadhama ghaydhan wa huwa qadirun an yunfidhahu." Ai i cili e frenon zemrimin e tij
është nervoz, don me shpërthy pi nervozës, e përbin dhe e frenon. E lufton nefsin e tij dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë që ka mundësi mo hakmar, ka mundësi me shpërthy kjo me këtë nervoz të tij, mbase edhe me të drejtë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ditën e gjykimit Allahu i lartësuar do ta thirr para krejt njerëzve dhe do t'i thot, zgjedh këtë duash prej hyrive të cilët i ka përgatitur, pra ata që e përbijin dhe e frenojnë zemrimin e tyre. Dhe pastaj nga ajo në të cilën duhet ta frenojmë ne nefsin ton, shpirtin ton, dhe ta dim se shpërblimi është në bazë. Sa më shumë që duhesh me bo sabër, shpërblimi aq më shumë që rritet. Sa më shumë që joshtit janë të mëdha dhe ti e frenon veten tënde, e ndal epshin tënd, aq më i madh do të jesh shpërblimi. Dhe argument për këtë është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë që 7 lloje të personave do të jenë në hijen e Allahut në ditën e gjykimit, në hijen e arshit të tij. E njëri person është ai i cili e thirr një grua me pozit, një grua me pozit. Kjo grua e josh një djalë të ri. E thirr një burr, e josh pra moralitet. Dhe le që është e bukur, po ka dhe pozit, edhe me një vend të izoluar, vetmas, që nuk e di kërkush tjetër përveç Allahut të lartësuar. Dhe ky person çfarë thot? Inni khafullah, unë i friksohem Allahut të lartësuar. Të gjitha mundësit i ka dhe të gjitha joshit i ka në predispozicion që ti përgjigjet kësaj gruaje, megjithatë e zgjedh që ta luftojë nefsin e vet, nga se e din se shpërblimin të cilën Allahu i lartësuar ka përgatitur për të është i madh. Andaj sa më shumë të jenë joshje për me rënë gjunahe dhe rruga për me rënë ato gjunahe të jetë lehtë, dhe ti e frenon veten tënde, atëherë mysh dhe për këto përgëzime dhe mysh dhe për këto shpërblime të cilat i ka përgatitur Allahu i lartësuar për besimtarët që ja kanë frikën atij. Elusim Allahun e lartësuar që zemrat tona të i pastroj shpirtat tonë, të na mundsoj që t'ja kemi frikën Allahut të lartësuar haptasi dhe fshehtasi, kur jemi në publik apo kur jemi edhe në vetmi. Ta themi vetëm të vërtetën dhe të bëjmë vepra të mira për të cilat Allahu i lartësuar është i kënaqur. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله na jep të mira në këtë botë dhe në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك. والله ty të lutim të mos na i marrësh begatit tuaja ndaj nesh befas, të mos na befasosh me ndonjë fatkeqësi, po të na bësh falendërues dhe mirënjohës ndaj teje. O Allah, të lutim që ta ruash vendin ton, ta përmirësosh gjendjen ton, ta përmirësosh popullin ton dhe t'i udhëzosh parin ton. Të lutim o Allah që t'i ruash vendet e muslimanëve dhe t'i bashkosh safat e tyre dhe t'i gëzosh zemrat e besimtarëve me fiture të shpejtë. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa aqimus salat.